Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Madhe u shprehën pro planit të mbështetur nga shtetet arabe për rindërtimin e Gazas, i cili ka vlerën e 53 miliard dollarëve dhe synon të parandalojë zhvendosjen e palestinezëve nga enklava. Ata e cilësuan planin si një mundësi të realizueshme për kthimin e kushteve të jetesës për palestinezët, duke premtuar përmirësime të shpejta dhe të qëndrueshme nëse ai zbatohet. Ky plan i hartuar nga Egjipti u miratua nga liderët arab muajin e kaluar, por është refuzuar nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Ministrët e vendeve të lartpërmendura e konsiderojnë këtë plan si një mundësi realiste për të rindërtuar Gazën dhe për të përmirësuar jetesën e palestinezëve që jetojnë aty. Plani arab parashikon krijimin e një komiteti të pavarur teknik që do të drejtojë Gazën për 6 muaj para se t'ia dorëzojë autoritetit palestinez. Ai synon që palestinezët të mbeten në Gaza gjatë rindërtimit, ndryshe nga propozimi i Trump-Gaza, që kërkon zhvendosjen e popullsisë. Po ashtu planifikohen edhe trupa paqëruajtëse ndërkombëtare, që thuhet se duhet të vendosen përmes një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ndërsa Egjipti dhe Jordania do të ndihmojnë policët palestinez për të ndihmuar në ruajtjen e rendit dhe ligjit në enklav.